Ishte dhënë sot lëmtumira Margarita Xhepës, ikonës së kinematografisë shqiptare, e cila u nda nga jeta mëngjesin e 3 prillit në moshën 91 vjeçare. Ndërkohë që prej orës 10 të ditës së sotme në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit janë mbajtur homazhet në nder të saj. Për t'i dhënë lëmtumirën e fundit, një prej figurave më të shquara të botës së artit, në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit janë mbledhur familjar, miq, bashkëudhëtar e qytetar të thjeshtë. Aktori i mirënjohur Ndriçim Xhepa, djali i së madhes Margarita Xhepa, ka mbajtur fjalën para gazetarëve ku tregoi se nëna e tij e mbylli jetën në mënyrë normale pavarësisht nga disa probleme shëndetësore të vogla. Ai tregoi se aktoria e dinte se në teatr nuk mund të aktronte, por një film edhe e kishte ëndërruar. Si natyrë çuditshme që biles kur binte muhabeti në biseda nganjëherë në momente të shkëputura kështu. E thoshte, ndoshta në skenë thoshte, nuk ka mundësi më, edhe jo sot po ka disa vite që e thotë atë se skena do lëvizin, do këmbët kur i thonë. Kurse ke filmi prapë kishte diku një dëshirë, një ëndër prapë se mund të bënte tjetër punë. Por them se e mbylli ndoshta ashtu siç e desh dhe Zoti që roli i fundit që bëri me Spartak Pecani në Bolero, Vilin e Pleqjve, sikur përkoi edhe me jetën ashtu siç erdhi dhe finalja e mbylljes së jetës saj. Nëse duket kjo ishte edhe perdja e jetës që mbylli. Sipas aktorit Ndriçim Xhepa, mënyra se si është respektuar sot nëna e tij ka shumë rëndësi. Nga njerëz të fushave të ndryshme, nga dhjetra pafund njerëz nga publiku, kënaqësia më e madhe që marrim ne, është shprehur ai, dhe ajo me shpirtin e saj që sot largohet nga kjo botë.